Seanca parlamentare ku miratua ligji për barazinë gjinore u karakterizua nga debate të ashpra dhe përplasje mes mazhorancës dhe opozitës. 10 deputetë socialistë kërkuan përjashtimin e ish-kryeministrit Sali Berisha për një periudhë 10 deri në 60 ditë, duke argumentuar se ai ka bërë deklarata fyese dhe denigruese ndaj ambasadorit Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato, duke cënuar dinjitetin personal dhe imazhin institucional të kuvendit. Sali Berisha ka bërë deklarata publike fyese, denigruese dhe diskriminuese ndaj ambasadorit Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, duke cënuar jo vetëm dinjitetin personal të përfaqësuesit diplomatik, por edhe imazhin institucional të kuvendit të Shqipërisë. Nga ana e saj, Partia Demokratike reagoi duke kërkuar përjashtimin e 10 ditëve për deputetin Taulant Balla, i cili gjatë seancës përdori gjuhë jo parlamentare dhe fyese ndaj deputetëve të opozitës, përfshirë shprehjet lehni, raca e këtyre, ta tregoj unë ty dhe gënjeshtar. Demokratët kërkuan gjithashtu që të verifikohet nëse shprehja "ne nuk lehim" është metaforë apo sarkazëm, duke e konsideruar një sulm të përpërsëritur ndaj tyre. Grupi socialist i përgjigj me ironi duke përmendur shprehjen popullore "qenë të le të lehin, karvani shkon përpara", duke nënkuptuar se polemika nuk do të ndikojë në vimësinë e punës parlamentare. Sekretariati i Etikës është i ngarkuar të shqyrtojë materialet audiovizive dhe të vendosë mbi përjashtimet, duke garantuar respektimin e rregullores së kuvendit. Ky incident reflekton tensione të larta politike që shoqëruan procesin e miratimit të ligjit për barazinë gjinore dhe përplasjen mes partive kryesore parlamentare.